Ritakohemi përsëri për pjesën e dytë të ndeshjes Sopoti Beslidja nga stadiumi i qytetit Librashtit, ndërkohë që bëjmë një korrigjim që për minutës së 30 të pjesës parë, lojtari i skuadrës së Sopotit Troksi është ndëshkuar me karton të kuq dhe skuadra vendase luan me një lojtar më pak që prej asaj minute. Duhet thënë, pasi terreni rrëshqitës na bën të mos identifikojmë dot edhe numrat, pra që prej minutës së 30 të pjesës parë, skuadra e Sopotit Librashtit luan me një lojtar më pak, mbrojtësi Troksi është ndëshkuar me kartonin e kuq, pra ka qenë në momenti kur pati një goditje dënimi për skuadrën e Beslidjes, sa duket mbrojtësi i kësaj skuadre Troksi ka debatuar me gjyqtarin kryesor dhe ky nuk ka hezituar, ndërkohë që ka filluar pjesa e dytë, nuk kemi ndryshim në përbërje të skuadrave, vazhdon po të njëjtit lojtarë që mbyllën pjesën e parë dhe por duhet të thekshuar faktin se skuadra vendase Sopoti luan me një lojtar më pak. Është një aksion i shpejt në krahun e majt për skuadrën e Beslidjes, por është ndërprer tashmë tifozëria e skuadrës së Beslidjes i bie të jenë në të pjesë nga ana e portës së portierit të skuadrës së Sopotit Aliu. Aksion i shpejt Kruja, gjithnjë ka harkuar brenda zonës. Raboshta e ka të mëzetrim, ka pasur për Aleksandr, ka gabuar dhe ka nisur me sulm Beslidja, por Aleksandr ka gabuar në një goditje pa përgjësi, do të thoja që ka bërë, ishte një top i lëshuar nga Raboshta në rrethin e 16 metrëshit të portës Saliut, por Aleksandr ka gjujtur pa përgjeshmërisht, do të thoja, dhe topi ka dalë shumë metra mbi traversën e portës së portierit të Sopotit Librashtit. Vazhdon të bie një shi i lehtë dhe me një shoqëruar me një të ftohtë mpirës, do të thoja, pasi dhe na vështirëson gjithsesi, na vështirëson transmetimin, pasi nuk e kisha menduar as edhe mund ta imagjinoja se ka fush apo stadium në Shqipëri që të mos ketë të paktën një vend sa do modest për ekipin e medias për të mundësuar transmetimin, por gjithsesi këto janë gjëra që si kemi dorë ne, por për t'i evidentuar po. Pra, po transmetojmë në kushte shumë të vështira në tribunën qendrore, do të thoja, aty ku janë tifozëria e shumë e skuadrës së Sopotit, që na vështërson në një farsoj mënyre me thirrjet dhe bërojtjet e tyre, natyrisht është drejtë e tyre të bëjnë tifo për skuadrën. Në moment i vështirë tek porta e skuadrës ka gjuajtur Aleksandr dhe skuadra Beslidjes për pak sa nuk ka realizuar. Pra është minuta e 4 të pjesës dytë dhe Beslidja për pak sa nuk ka shënuar. Ishte një aksion i bukur, por Aleksandr ka gjujtur jo në mënyrën e duhur. Ishte një aksion i rrjedhshëm i skuadrës Beslidjes, por Aleksandr ka shpërdoruar këtë mundësi të krijuar nga shokët e tij. Është Ramili, rivënje ansore për skuadrën e Sopotit, pretendoi Ramili të ishte në favorin e tij rivënje ansore, por gjyqtari ansor e ka parë të udhës dhe ishte afër aksionit dhe e ka dërguar topin në rivënje ansore për skuadrën e. Ka një goditje me dorë, ishte goditje pa vullnetshme, por gjithsesi ishte goditje me dorë njërit prej parë, po gjyqtari ka dhënë goditje dënimi me të drejtë, pasi
Ramili e ka goditur në mënyrë të pavullnetshme topin, por goditja është bërë me dorë dhe kështu që gjyqtari duke qenë fare pranë takimit e ka akorduar të goditje dënimi në favor të skuadrës Sopotit të Librashtit. Është goditje që nuk është dhënë akoma nga krahu i majt i sulmit të skuadrës Sopotit. Ka harkuar, por ka ndërhyrë aty Temja me kohë, ka larguar, pastaj Aleksandr Akansase, gjithë një Akansase ka pasuar në krahun e djathtë për Krujën, aksioni mes front të gjerë nga skuadra Beslidhes, por Kruja ka gabuar, ka rimar topin, gjithë një Kruja ka harkuar brenda zonë, por ka ndërhyrë me kokë njëri prej mbrojtësve të skuadrës së Sopotit e pikrisht ka qenë Ferhat, e ka larguar por përsëri këmbullin lezionit. Raboshta brenda zonës, Akansase e ka ato të gjithë një Akansase, ka gjujtur, ka pritur portieri i skuadrës Sopotit. Është regjistruar minuta e 6 dhe momenti më ideal për skuadrën mike të Beslidhes për të realizuar golin e parë. Pra që Akansase që ka shmangur një lojtar dhe ka gjuajtur fort, portieri me dy kohë ka mundur të evitoj një rast të sigurt të golin. Ka filluar me përsinë e skuadrës mike të Beslidhes kjo pjesë e dytë dhe këto minuta janë në favorin e saj me një volum loje më të madh, çka ndikon sa duket edhe mungesa një lojtari tek skuadra e Sopotit. Është goditje nga këndi në favor të skuadrës së Beslidhes. Në pjesën e parë u ekzekutuan 3 të tilla e tani është goditja e parë e këndit nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës së Beslidhes e jemi në minutën e 7 të pjesës dytë dhe gjithnjë 0-0. Kemi patur 2 momente për skuadrën e Beslidhes. Në minutën e 4 Aleksandr ka gjujtur në rreth 20 metra pa përgjegjësi ballë për ballë me portën dhe në 2 minuta më vonë Akansase në minutën e 6 të pjesës dytë ka shmangur një mbrojtës, ka gjujtur brenda zonës 16 metrëshit, por portieri i Sopotit Alliu në gatishmëri ka arritur ta neutralizojë këtë gjujtje me 2 kohë dhe ka shpëtuar portën e tij nga një gol pothuajse i sigurt. Krosim brenda zonës i harkuar ka Ramili dhe vazhdon loja. Lojtarët e skuadrës së Beslidhes pretendojnë për një prekje me dorë, por gjyqtari ishte fare pranë aksionit dhe nuk e ka çmuar të tillë. Gjithsesi, duhet teksuar se loja ka filluar me epërsi të dukshme të skuadrës mike të Beslidhes. Jemi në minutën e 8 të pjesës dytë, gjithnjë 0-0 me epërsi të skuadrës mike të Beslidhes dhe tashmë skuadra e Sopotit po mbrohet me shumë vështërsi, por gjithsesi deri në këto momente ka arritur t'ja të realizoj mbrojtjen dhe për të mos pësuar gol. Aksioni shpejt i skuadrës së Beslidhes është Atanda, një mbrojtës me eksperiencë i skuadrës së Sopotit që ka ndërhyrë, ka larguar topin. Është hila për Beslidhen, Kruja, gjithë një Kruja ka pasuar për tek Aleksandr, gjithë një Aleksandr, një lojtar mesfushor i ri me mjaft eksperiencë i ardhur në këtë kampionat tek skuadra e Beslidhes. Është një lojtar brazilian. Aksion i shpejt nga krahu i majt, Kruja është postuar Akansase brenda zonës dhe goditje nga këndi. Goditja e dytë nga këndi për skuadrën e Beslidhes. Akansase ka ndërhyrë brenda zonës dhe ka
goditur topin duke fituar një goditje këndi pasi mbrojtësi I skuadrës. Tani sa duket kemi një zëvendësim. Largohet numri 2 I skuadrës dhe hyn numri 2 I skuadrës së Sopotit dhe numri 25 dhe hyn numri 9. Të shikojmë më vonë protokollin pasi kemi një goditje dënimi. Minuta e 10. Goditje nga e majta e sulmit. Atanda ka ndërhyrë me kokë teksa topi po shkonte në drejtim të portierit. Përsëri aksion I skuadrës Beslidhjes. Topi kthyer prapa. Ka gjujtur kapiteni I skuadrës me tepër forcë, por topi është ndaluar nga një mbrojtës. Karakaçi ka tentuar dhe ka gjujtur fort. Aksion I shpejt I rrezikshëm I skuadrës së Sopotit Librazhdit. Ka ndërhyrje të parregullt të mbrojtësit Karakaçi, I cili është ndëshkuar me kartonin e verdhë. Me të drejtë ishte një ndërhyrje e parregullt. Topi lojtari I skuadrës së Sopotit u pengua në mënyrë të parregullt dhe gjyqtari Qapi me të drejtë ka akorduar këtë goditje dënimi dhe kartonin e verdhë për Karakaçin. Është një zëvendësim për Beslidhjen. Largohet Akansase dhe në vendin e tij hyn numri 9 I skuadrës së Beslidhjes. Akoma nuk është kryer zëvendësimi. A ka dalë? Jo, ka dalë Raboshta. Ndoshta për ndonjë dëmtim që ka psuar dhe në vendin e tij të shohim zëvendësimin. Raboshta është lojtari dhe sulmuesi kryesor I skuadrës Beslidhjes, ndërkohë që u duk sigur do të lëj fushën e lojës numri 99 Akansase, por tekniku Lezhjan ka ndruar mendje dhe kemi një goditje dënimi për skuadrën e Sopotit Librazhdit, një ndërhyrje e gabuar e njërit prej mbrojtësve të skuadrës Sopotit, goditje e cila nuk është ekzekutuar akoma, është në distancë të epër të largët. Ka momente pauze. Grumbull lojtarë është tek zona e portierit Lezhjan. Është harkuar topi brenda zonës, por ka ndërhyrë mbrojtësi I skuadrës Beslidhjes dhe goditje këndi nga krahu I majt I sulmit të skuadrës së Sopotit. Është goditja e parë në këtë pjesë, një goditje këndi edhe në pjesën e parë, dhe ndërkohë jemi në minutën e 13, gjithnjë 0-0. Përsëri, jo, topi është në favor të skuadrës Beslidhjes, është portieri Myrta, I cili do ta
E ka ekzekutuar, ka pasuar shkurtësi për një mbrojtës. Topi është ngritur lart për shkuar tek Kruja, por pa mundur, pasi ka qenë më shumë se duhet dhe ka dalë jashtë vijave kufizuese. Është jemi top me rivënjë anësore nga skuadra e Beslidjes, është Mehmeti, midis dy lojtarëve të cilë ja kanë marrë topin përsëri skuadra Mehmeti, skuadra Lezhane, është Kruja. E ka harkuar me tepër forcë, por Atanda i gjendur në pozicionin e duhur aty. Ka ndryrë dhe ka larguar këtë rrezik për portën e tij. Akansase, Hila, Kruja, gjithë një Kruja. Ka bërë një shmanget bukur, ka pasuar brenda zonës. Aleksandr ka gabuar në minutën e 15. Aleksandr i kishte të gjitha mundësitë për të gjuajtur e për të rrezikuar portën. Pra është e dyta herë që Aleksandr ka gabuar. E Hila, përsëri aksion i shpejt i skuadrës Lezhane. Duhet theksuar fakti se Aleksandr është një lojtar i ri me perspektivë, por është lojtar që e mban më shumë se sa duhet topin dhe sot po tregohet i papërgjeshëm në disa gjujtje të kryera nga ana e tij. Ishte një top shumë i bukur i Krujës nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës së Beslidjes dhe Aleksandr mund dhe duhej të kishte rrezikuar. Në minutën e 15 është regjistruar ky rast i pastër për skuadrën e Beslidjes, ndërkohë që skuadra e Sopotit i Brashdit, që prej minutës së 30 të pjesës parë, ashtu siç e theksuam në komentin e mëparshëm, luan me një lojtar më pak pasi Troksi është ndëshkuar me kartonin e kuq. Ishte një ndëshkim që për hir të së vërtetës, nga problemet e pamundësisë së kontrollit të gjithë territorit fushës, ne nuk e pam kartonin e kuq, e ndërkohë në pushimin në ndeshjes, duke verifikuar protokollin, bëm sqarimin e duhur. Ka një ndërhyrje, pritet një ndëshkim, ishte ka dhënë një goditje dënimi gjyqtari kryesor Kreshnik Qapi, dhe sa duket është treguar, të shohim është treguar tolerant me lojtarin e skuadrës Lezhane, pasi ka ndërhyrë në mënyrë të parregullt dhe duhej dhe mund të ndëshkohej me karton. Ndërkohë që ndryshe nga pjesa e parë, këto minuta të pjesës dytë janë më të tensionuara, janë më të ashpra, do të thoja brenda ashpërsisë sportive të lejuar, dhe hera herës gjyqtari ka ndërhyrë për të ulur tensionin në të dyja skuadrat. Tani është skuadra vendase e Sopotit i Brashdit që ka 3-4 minuta është ajo zotruese e lojës dhe gradualisht po e sposton lojën nga mbrojtja në mesin e fushës dhe hera herës duke zbritur rrezikshëm edhe në vijën sulmuese, por skuadra Lezhane po mbrohet. Është një goditje dënimi akansase, është penguar në mënyrë të parregullt. Lojtarët sa duket edhe nga terreni i vështirë kanë marrë një ngarkesë fizike ndoshta të madhe dhe hera herës bëjnë edhe veprime të sforcuara. Është terreni rrëshqitës, është terreni që për shkak të rreshjeve të shiut që kanë rënë. Aleksandr ka pasuar gjithë një Aleksandr, por këtë radhë ka ndërhyrë me saksi kapiteni i skuadrës së Sopotit.
e ka larguar, por Temja e ka marrë topin, e ka pasuar në krahun e djathtë për tek Kruja, është Ramili. Pastaj Hila, Mehmeti, por kemi një, të shohim, kemi një goditje dënimi, dhe jemi në minutën e 20, po shkojmë më saktë në minutën e 20 të pjesës së dytë të ndeshjes, është ndërprer loja dhe gjyqtari ja ka dërguar topin Mehmetit të skuadrës Beslidhjes sipas rregullores së re. Është aksioni shpejt, Hila ka pasuar mjaft bukur në krahun e majt, por ka ndërhyr është Tabar, por Mehmeti e ka marrë topin për skuadrën e Lezhjane, ka pasuar për tek Karakashi, kapiteni i skuadrës. Me qëtësi e ka dërguar topin për tek Aleksandr, i cili ka gabuar në pasim. Hila nuk arrin dot ta kontrolloj topin, ishte topi fort. Edhe lojtarët vihen në vështirësi për të luajtur siç duhet, pasi terreni rreshqitës kërkon lojë të saktë dhe topa të gjatë. Dhe nuk mund të luash teknikisht, por duhet luash fizikisht, dhe sa duket lojtarët nga ana fizike kanë filluar të ndiejnë ngarkesën e madhe për shkak e ripërsisë edhe të terrenit shumë të vështirë dhe rreshqitës. Është Atanda, mbrojtësi, ka kthyer një top për tek portieri. Aksion i ndërprer, goditje dënimi për skuadrën Lezhjane, e ka pasuar me tepër shumë shpejt në krahun e djathtë Kruja, gjithë një Kruja, por ka ndërhyrë mbrojtja duke e larguar, por përsëri janë Lezhjanët. Kruja shumë aktiv gjatë gjithë këtij takimi. E zotrojnë përsëri topin Lezhjanët. Karakashi, por ka gabuar, e nis një aksion i shpejt i skuadrës, është thyer shumë shpejt. Dhe përsëri në zotrim të topit janë lojtarët e skuadrës së Beslidhjes, të cilët e kanë topin zotrim. Ka gjujtur me tepër forcë njëri për lojtarëve dhe portieri Mehmeti, pikërisht Mehmeti ka gjujtur me tepër forcë dhe goditje nga këndi për skuadrën e Beslidhjes. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës së Beslidhjes dhe Mehmeti ka gjujtur fort, por portieri a minuta 24, gjithë një moment i vështirë dhe portieri përsëri bëhet shpëtimtar i portës. Pra, janë dy aksionet të shpejta të skuadrës së Beslidhjes në minutën e 24. Mehmeti e pastaj ka goditur me kokë Hila. Kemi një goditje dënimi në favor të skuadrës
aksion nga krahu i djathtë, por kemi një rivënje anësore. Është Kruja, vazhdon të bie një shi i lagësht, një shi i ftohtë që na vështirëson transmetimin e drejt për drejt dhe kontrollin e fushës pasi çadrat e tifozërisë na pa mësuar gjë të tillë. E riktheksoj edhe një herë faktin që në këtë stadium do të thoja po fushë sportive ndoshta e vetmja, po themi që nuk ka një vend ku të transmetojnë mediat pavarësisht se skuadra e Sopotit të Librazhdit është në kategorinë e dytë, stadiumi i ndërtuar është në kushtet optimale, do të thoja. Aksioni i skuadrës së Sopotit, po ndërhyn Marku, mbrojtësi i skuadrës së Beslidjes, dhe kemi një goditje nga këndi për skuadrën e cila është e dyta në këtë ndeshje. Ka kaluar pa problem për skuadrën goditje dënimi. Aksion nga djathta skuadrës lezhiane, jemi në minutën e 26, 26-27, gjithnjë 0-0, një aksion i shpejt i skuadrës së Sopotit, ka një përplasje, ka dal portieri, topi goditur prej tij me këmbë, është përplasur tek njëri prej sulmuesve të skuadrës Sopotit dhe ka dal shumë larg portës së portierit Myrta. Ka ndryrë kapiteni i skuadrës Sopotit, e ka marrë topin, e ka kthyer disi prapa për atandën, gjithë një atanda, ka shmangur njërin për lojtarëve, ishin në dy luftim Atanda dhe Akansase. Kruja ka pasuar për Hilën, por ka qenë portieri Alliu që e ka marrë topin pa vështirësi dhe ka nisur një aksion në krahun e majtë. Ka Temja, ka ndërhyrë dhe i detyruar, ka spastruar zonën. Aksioni i skuadrës së Sopotit brenda zonës, moment i vështirë, por kemi goditje nga këndi. Topi është përplasur ngjitur me shtyllën, ndërkohë është nxjerrë jashtë vinjave të kufizuese nga ana e portierit të skuadrës lezhiane Myrta. Pra është goditja e tretë nga këndi për skuadrën e Sopotit, e cila moment i vështirë, ka kërcyer njëri prej sulmuesve të skuadrës së Sopotit dhe topi ka kaluar paksa mbi travers. E shënon minutën e 29 të pjesës dytë, pra në moment mjaft i bukur për skuadrën e Sopotit ka qenë Amina, i cili me kokë e ka dërguar paksa mbi travers.
Topi është jashtë vijave kufizuese për të rivënë në lojë nga skuadra e Sopotit. Kemi një ndërhyrje të parregullt. Loja vazhdon. Mehmeti ka kthyer prapa për Markun. Gjithë një Mehmeti, por kemi një rivënjë anësore. Hila Mehmeti. Bega Kruja Karakaci ka shkthyer topi prapa. Kruja Karakaci, kapiteni i skuadrës, ka kthyer përsëri prapa për Markun, i cili ka dërguar tek Hila. Është i vetëm Kruja në krahun e djathtë, i cili ka harkuar brenda zonës. Moment i vështirë dhe 1-0. 1-0 për skuadrën e Beslidjes. Është Akansase i cili ka shënuar në minutën e 31 të pjesës dytë dhe 1-0 për skuadrën mike të Beslidjes. Ka qenë një kros i bukur nga krahu i djathtë i sulmit, nga Kruja, dhe Akansase brenda zonës ka ndërhyrë me kokë dhe topi ka përfunduar në rrjet, dhe kështu që prej minutës së 31 të pjesës 2 të ndeshjes, skuadra lezhjane Beslidja udhëheq me rezultatin 1-0. Emocion i tifozërisë lezhjane, të cilët e kanë shijuar më mirë se sa në golin, pasi janë pasportës së skuadrës së Sopotit. Topi është vendosur në qendër për të rifilluar loja. Është emocione të papërshkruara të tifozërisë lezhjane, të cilët kanë rrugtuar që në orët e mëngjesit për të ardhur për të ndjekur këtë ndeshje e cila vazhdon të udhëhiqet nga skuadra lezhjane me rezultatin 0-1. Për te i modestis duhet thënë se së bashku me disa kolegë të televizionit Star Plus, por dhe me mikun tim Agustin Cinmarini, kemi udhëtuar heret dhe me këtë rast falenderojmë dhe përshëndesim presidentin e skuadrës Beslidjes, zotin Pirin Fushaj, që na ka mundësuar të transmetim të drejt për drejt për valët e televizionit Star Plus, por dhe në Facebookun e zotit Agustin Cinmarini. Akoma nuk ka filluar loja. Topi është vendosur në mesin e fushës. Ka ndërhyr, ka zëvendësim tani, është futur në fushën e lojës Danaj, një lojtar me eksperiencë i skuadrës Beslidjes, dhe ka lënë fushën e lojës Hila. Pra jemi në minutën e 32, Sopoti 0 e Beslidja 1. Aksion i skuadrës së Beslidjes. Kruja e ka pasur në krahun e djathtë. Aksion tjetër, është i lirë Kruja në krah, por e ka mbajtur më shumë se duhet topin. Njëri për lojtarëve të skuadrës së Beslidjes, madje ka humbur, tentoi Mehmeti ta marrë topin, të nis aksionin, por ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës Sopotit. E ka marrë Kruja, gjithë një Kruja, në një ditë të shkëlqyer, do të thoja sot, me sfushori Kruja, këmbët e cilit gatuan, do të thoja, dhe golin pasi atij krosimit të ardh nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës së Beslidjes. Është një goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes, e cila është ekzekutuar me tepër shpejtësi. Kruja, gjithë një Kruja ka pasuar shkurtazi, por është ndërprerë ky aksion. Është Temja, ka pasuar për tek Danaj, gjithë një Danaj.
Karton të verdh në hyrje gabuar e Danajt në krahun në mesin e fushës, ndërkohë që shohim se po tensionohet loja. Jemi në minutën e 35 të pjesës 2 të ndeshjes, gjithnjë 0-1 për skuadrën e Beslidjes, me gol të shënuar në minutën e 31 të kësaj pjese nga sulmuesi Akansase, i cili arrin në 10 kuotën e golave të shënuar në këtë kampionat. Ndërkohë që kolegu i tij, Raboshta, i cili la fushën e lojës, kryeson me 11 pikë listën e golshnuesve të kampionatit të kategorisë së dytë. Janë minuta që loja nuk ka vazhduar akoma, topi është tek portieri i skuadrës leziane, i cili nuk e ka ekzekutuar, sa duket kemi patur një goditje dënimi, e cila nuk është ekzekutuar akoma. Është portieri, ka një ndërhyrje të kapitenit të skuadrës Sopotit në dy luftim me Danajn. Nisë aksion nga ona në krahu i majt i sulmit të skuadrës së Beslidjes. Është Karakaçi, kapiteni i skuadrës. Ka pasuar mjaft bukur. Moment i vështirë, ka gjujtur, por i gjujtje pa pretendime, por gjithsesi e drejt për drejt dhe topi ka kaluar për mbi traversën e portierit me eksperiencë Alliu, i cili duhet thënë që ka evituar disa raste, por në rastin e golit nuk kishte çfarë të bënte, pasi ishte goditja shumë e shpejt dhe ngjitur me traversën aty ku bashkohen Pingulja me traun e sipërm të portës në krahun e djathtë të tij dhe rrjet. Danaj ka gabuar, e kanë marrë vendasit, ka ndërhyrë me tepër forcë Antonio Marku, një mbrojtës me mjaft eksperiencë që ka luajtur në disa ekipe të ligave superiore të Shqipërisë e të Kosovës. Aksion i skuadrës Sopotit, ka harkuar brenda në moment i vështirë dhe 1-1. Entuziazëm i papërshkruar në radhët e skuadrës, në tifozrinë e skuadrës së Sopotit. Minuta e 37, minuta e 37 e kësaj pjese dhe rezultati është barazuar. Pra 1-1 ishte numri 8 i kësaj skuadre, Amina, i cili i ndodhur brenda zonës, ndoqi një aksion dhe ka barazuar, pra që prej minutës e 37 rezultati është barazuar në shifrat 1-1. Aksioni skuadrës leziane nga krahu i djathtë dhe jo, gjyqtari vazhdon lojën. Entuziazëm në shkallët e tifozrisë së skuadrës së Sopotit, të cilët të entuziazmuar për golin e barazimit kanë shpërthyer në broritje dhe në fest, do të thoja, të shoqëruar me durdërgitje të shumta dhe thirrje në favor të skuadrës së tyre. Duhet ka filluar të rritet tensioni në fush. Nëse deri në këto minuta gjithçka po shkonte normalisht, lojtarët në fush
kanë filluar të rrisin tensionin, të debatojnë me njëri tjetrin, pa që janë nevoja. E ai kartoni verdh për të dy lojtarët që u grindën njëri me tjetrin për Karakacin dhe njërin prej lojtarëve të skuadrës Sopotit e pikrisht Tabar. Goditje dënimi. Për skuadrën e Beslidhjes. Goditje cila është e gëzduar në rrethin e mesit fushës. Marku ka pasuar për tek Mehmeti. Goditje nga këndi. Goditje nga këndi. Jori vë njënësore. Kemi një goditje nga këndi tani përsëri Zënka. Janë minuta tensioni, janë tifozëria e skuadrës Sopotit ka shpërthyer flakatan tëm dhe është e pamundur të shohim rrjedhën e lojës, gjëra që ndodhin këto në transmetime të drejt për drejta, e aq më tepër që kur transmetojmë në këto kushte shumë të vështira, të thoja e drejt kushte disit pamundura. Të shohim, të presim se çfarë do të ndodhë. Gjithçka është mbuluar nga tymi, pamundur të shohim se çfarë po ndodh në zonën e rrëpsisë 16 metrashit të portierit të skuadrës së Sopotit të Librashtit. Pra jemi ka njëri për lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes ka marrë ndim. Është Alçani i futur në pjesën e dytë në radhët e Shkodranëve, në radhët e Lezhjanëve. Jemi në minutat e fundit të këtij takimi. Rezultati vazhdon të jetë i barabartë 1-1. Aksion i shpejt akansase, por kemi një flamur të ngritur lart dhe akansase nuk e di sepse kryet veprim ka goditur topin, ndërkohë që gjyqtari kishte akorduar pozicion offside. Është minuta tensioni tek të dyja skuadrat. Kemi Atanda nga mbrojtja ka nisur me tepër forcë në top. Në drejtim të mesit fushës, Danaj ka kërcyer, por kapiteni i skuadrës Sopotit është aksion i shpejt i skuadrës së Beslidhjes. Moment i vështirë. Ka kaluar një moment shumë të vështirë porta e skuadrës së Beslidhjes. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës së Sopotit Librashtit dhe i kishte të gjitha mundësitë për të kaluar në avantazh. Një pasim mjaft i bukur i Aminus Golshnushit të golit parë nga krahu i djathtë i sulmit në të majtjen dhe ka gjuajtur aty me tepër forcë një koleg i tij dhe ka qenë pikërisht
Tofik dhe topi ka kaluar mbi traversën e portës mbrojtur nga portieri Myrta. Pra është minuta e 23. Tofik Rasidal do thoja ka ndërprerje të lojës. Jemi në përfundim të kohës rregullt dhe goditje në këndi për skuadrën e Beslidhjes nga krahu i majt i sulmit saj. Pra, ndoshta do t'jetë goditja e fundit, pasi është akorduar me shpejtësi, ka gjujtur Bega dhe goditje dënimi. Bega është dëmtuar, kartoni V për njërin nga lojtarët e skuadrës së Sopotit, është ndëshkuar me karton të verë Fajkal, ndërsa Temja u afrua afër topit për shtrequr, se sa duket këtë goditje do ta ekzekutoj Kruja, autori zakonshëm do të thoja i goditjeve të dënimit në të dyja krahët, por edhe të kësaj goditje ballore, është një goditje rreth 20-22 metra ballë për ballë, me portën e mbrojtur nga portieri Alliu. Është gjyhtari Qapi, udhëzon murin e skuadrës së Sopotit. Kruja këshillon gjyhtari kryesor lojtarët e murit për të mbrojtur edhe veten, pra fytyrën, që mund të lëvizin brylin në rast se topi u shkon drejt fytyrës. Kruja ka gjuajtur topi brenda. Largohet dhe ky rrezik ishte Karakaçi që priste topin, por nuk i është pasur atij rivënjansore Bega. Kruja shkon tek topi, sa duket do ta ketë një rivënje të gjatë për në zonën rrepsisë. Janë minutat e fundit, koha e rregullt ka përfunduar, ndërkohë që janë luajtur edhe 3-4 minuta shtesë, kuptohet sipas kronometrit ton. Po ndërkohë, gjyhtari kryesor, ashtu si në pjesën e parë, e ka zgjatur edhe disa minuta lojën, duke patur parasysh vonesat e kryera gjatë lojës. Është skuadra e Beslidhjes që zbret me një dhe ka përfunduar ky takim me rezultatin e barabartë 1-1, me gola të shënuar në pjesën e dytë. Në fillim kanë shënuar Lezjanët në minutën e 31 të pjesës dytë të ndeshjes me anë të Akansases, e më pas kanë barazuar edhe skuadra e Sopotit, ka barazuar në minutën e 37 të pjesës së dytë me anë të Aminus. Ka qenë një lojë e fortë, një lojë me plot ritëm, me plot tensione,
dhe për hir të së vërtetës, ndoshta rezultati më i drejtë është ky, i cili pra 1-1. Pra kjo ndeshje prodhoi këtë rezultat. Nga kemi përshëndetje edhe të lojtarëve me njëri tjetrin, pa gjithçka që ka qenë gjatë fushës, ka qenë për lojë dhe lojtarët e skuadrës së Sopotit dhe lojtarët e skuadrës Besgjidës shkojnë secila tek tifozëria e tyre dhe duart rokitën, duke patur parasysh këtë transfer të vështirë. Do të thoja që Beslidhja ka marrë një pikë të çmuar, e ndërkohë që Sopoti Librazhnit ka humbur 2 pikë të çmuara në luftën për vendin e parë. Do të takohemi pas kësaj ndeshje në fushë për të marrë intervistat e teknikëve respektiv të të dyja skuadrave. Miru takoheshim në transmetimin tjetër.